Përshëndetje nxënës të dashur. Shpresoj që të jeni shëndoshë mirë ju dhe familjet e juaja. Sot nga lënda e matematikës do të zhvillojmë një mësim veçanërisht për klasët e 5-ta. Mësimdhënës jam unë Gëzim Rushiti, me mbështetjen teknike nga Lumnia Rushiti, ndërsa përfaqësojmë shkollën fillore Bajram Shabani nga Kumanova. Temën do ta kemi nga renditja e operacioneve, ndërsa njësia mësimore do të jetë njësimi sipas renditjes së operacioneve. Qëllimi i kësaj teme apo kësaj njësie mësimore është njësimi i operacioneve me anë të 3 rregullave kryesore, të zgjidhin detyrat sipas renditjes së njëjtë të njësimit dhe të gjejnë përgjigjet e sakta të detyrës. Renditja e operacioneve. Shpesh herë gjatë njësimit të shprehjeve të ndryshme numerike, hasim operacione të ndryshme, mbledhje, zbritje, shumëzim apo pjesëtim. Mirëpo, shpesh herë ne edhe gabojmë lidhur me rendin apo me radhën apo hapat të cilat duhet t'i kryejmë gjatë zgjedhjes së këtyre shprehjeve të ndryshme operacionale. Pra, e kemi një shembull ku këtu kemi 24 plus 6 pjesëtuar për 2 minus 1 herë 4. Shohim se në këtë shprehje numerike kemi dy numra që mlidhen, që pjesëtohen, zbritje dhe shumëzim. Gjatë njësimit të shprehjeve numerike, ekziston rradha e caktuar se si duhet të bëhet njësimi me anë të 3 rregullave kryesore të kryerjes së operacioneve, duke njësuar gjithmonë duke u nisur prej anës së majt ka ana e djathtë. Pra, në 1, gjithmonë së pari njësohet pjesa e operacionit me klapa. Në 2, vazhdohet me operacionet me pika, gjithsesi shumëzimin dhe pjesëtimin, dhe pastaj në 3 përfundohet me operacionet me vija, pra me mbledhje dhe zbritje. Në shembullin e detyrës së dhënë, me zgjidhjeve të nxënësve, kemi 4 zgjidhje të nxënësve, mirëpo detyrën saktësisht e ka njësuar Arta, e cila i ka respektuar rregullat e njësimit. Pra, do ta bëjmë një demonstrim apo edhe një shpjegim më të hollësishëm të kësaj detyre. Pra këtu kemi 24 plus 6 pjesëtuar për 2 minus 1 herë 4. Arta njëherë në fillim ka bërë pjesëtimin e numrit 6 dhe 2, ndërsa deri tek pjesëtimi i numrit 6 dhe 2 bëhet përshkrimi edhe para saj edhe pas saj. Pastaj Arta ka vazhduar me shumëzimin e numrit 1 dhe 4. Në vijim pastaj është bërë mbledhja e numrit 24 dhe 3. Në fund ka bërë zbritjen e numrit 27 dhe 4 dhe ka dalë rezultati përfundimtar 23. Në detyrat tjera të dhëna, gjithsesi në detyrën e dytë, kemi gjykimet e dhëna dhe ne duhet të vlerësojmë se cilat gjykime janë të sakta. Mirëpo gjithnjë duke u nisur nga rregullat e njësimit të shprehjeve numerike. Pra, prej këtyre gjykimeve ne duhet të vlerësojmë se cilat janë të sakta. Nga këto gjykime vërejtëm se si gjykime të sakta mund të merren nën C, nën Q, nën D dhe nën D. Në detyrën nën C kemi operacionin me shumëzim. Do të thonë 6 plus 12 herë 3, deri tek shumëzimi i numrit 12 herë 3 bëhet përshkrimi i numrit 6 plus 36 dhe rezultati është 42. Pastaj te detyra tjetër, 8 plus 9 pjesëtuar për 3, bëhet përshkrimi i detyrës deri në 8 plus pastaj bëhet 9 pjesëtuar për 3 si pjesëtim dhe në fund 8 plus 3 del rezultati 11. Domethënë këto janë gjykime të sakta duke u nisur gjithnjë nga rregullat e njësimit të shprehjeve numerike. Pra, tash në detyrat tjera, në detyrën e dhënë 1, 2 dhe 3, theksohen hapat e ndryshëm të gjatë njësimit. Mirëpo, thamë edhe më herët se duhet theksuar gjithmonë 3 rregullat kryesore të operacioneve. Në detyrën e parë kemi 18 plus 8 herë 2. Do me thonë, para se të bëjmë shumëzimin e numrit 8 herë 2, këtu kemi mbledhjen e numrit 18 plus 8 herë 2 se është bërë shumëzimi. Pa rezultati përfundimtar është 34. Në detyrën nën B
kemi lirimin e klapave e pastaj përshkrimin pas numrit 2 pas klapave. Do më thonë 18 plus 8, kemi 26 herë 2. Do më thonë 26 herë 2, 52. Dhe kështu gjithnjë duke i respektuar 3 rregullat e kryerjes së operacioneve. Do më thonë në detyrat nëmër 2, ku kemi pjestimin, pastaj klapat dhe klapat në fund. Në detyrën e 4, gjithashtu plotësojmë për operacionin e munguar, ku mungon operacioni pra mbledhje, zbritje, shumëzim dhe pjestim, dhe ne që t'jetë një rezultati apo njëksimi i saktë, duhet ne të provojmë mënyrat e ndryshme se cili është operacioni i saktë, me qëllim që të dilet me rezultatin çka është aty i saktë. Do me thonë, për shembull, në detyrën në A kemi 2 plus 21 me 3. Nuk e dim edhe pse rezultati përfundimtar është 9. Dhe shohim se 2 plus 21 pjesëtuar për 3, atëherë 2 plus 7, rezultati përfundimtar del 9. Pra, gjithashtu edhe këto detyra tjera, nën B dhe nën C, janë të njëjta me operacionet e munguara, veçanërisht që njësimi në fund është njësimi sakt. Si detyrë shtëpie, do të keni vendosjen e klapave në vendin e duhur, gjithsesi në shprehjet numerike që të jenë të sakta. Pra, nëpër këto numra ku shprehjet e ndryshme numerike mungojnë klapat dhe ju duhet t'i vendosni që rezultati të jetë i saktë. Në detyrën numër 2, duhet të vendosni shenjën e operacionit, plus, minus, pjestim apo shumëzim, që barazimi në fund të jetë i saktë. Pra mungon operacioni, ndërsa që me qëllim që ju ta shprehni shenjën e operacionit që ai të jetë i saktë. Pra, nxënës të dashur, shpresoj që së shpejti të shihemi në bankat tona shkollore. Mirupafshim.